Po mirë, po se shite, e marë. Edhe të qohin po thonë. Danimarka dhe banorët të cilët jetojnë në Grenland, po thonë... Po, kush e ka konsultuar? Letë bëhet një referendum dhe unë të garantoj. Që nga viti 1380 është pjesë e Danimarkës. Ashtu, si pas disa të dhënave që... Ore, unë e kuptoj që Danimarka thotë në një kohë që se ekziston dhe Amerika ka qenë. Edhe këto nuk kanë qenë, edhe Kanada edhe Amerika ka qenë pjesë e Anglisë e tjerë. Po fakti që sot janë pavarur dhe janë shtetet më të forta të botës, nuk duhet me thënë që vazhdojnë janë pjesë e asaj mbretërisë. Pasi nuk e dija ke qenë ndonjëherë në Danimarkë. Danimarkë s'kam qenë asnjëherë. Po është vend shumë i bukur. Por nuk është një vend që, më thënë, Danimarka sot bashkë me pjesën tjetër të BE-s e do Grenlandën për ato pasuritë në toksore. Asnjë nuk e do për parimet. E vetmja gjë që Donald Trumpi është i sinqert, thotë ne e blejmë, thotë. Ose bëjmë një marrëveshje. 2 milion kilometra katror janë, mbi 2 milion kilometra katror janë. Pra, edhe europianët nuk e paskan për çështje parimi. Jo, ata thonë është e jona. Pra edhe europianët nuk e paskan për çështje parimi. E paskan për çështje 2 milion metra shkatrore, paskan për çështjen e pasurive. Megjithëse duket më e madhe se kaq, por aq ishte shumica absolute është e mbuluar me borë. Po sigurisht është me akull, po 2 milion metra katror, imagjino ti kur ta krahasojmë me Kosovën, Shqipërinë e gjithë Ballkanit. Shumë. Çështja tani, unë mendoj që realisht kërkohet një marrëveshje, pra Trumpi bën presion se kërkon një marrëveshje me Evropën, pikërisht që Grenlandën ta ketë në kontroll dhe është normale. Kush e vendos çmimin aty nëse e blen? Jo, nëse këta vendosin aty çmimin e vendos Pentagoni dhe paguan 0 euro. Ai po i thot ta diskutojmë me Departamentin e Shtetit që të gjejmë një çmim edhe të gjejmë një përllogaritje se si do të shfrytëzojmë burimet energjetike etj. Po nëse ju do na thoni që do të çoni një skuadër me ushtarë nga Anglia, një skuadër me ushtarë nga Franca etj. Atëherë unë po çoj Departamentin e Luftës edhe përfundojmë këtë punë, me që e ka quajtur Departamenti i Luftës.